Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Është shumë e vështirë të punosh me ata të dy. Aktori i njohur turk flet për eksperiencën tek Eşref Rüya. Taner Rumeli ka folur se si është të punosh me Demet Özdemir dhe Çagataj Ulusoy. Taner Rumeli sigurisht që ka një rol shumë të rëndësishëm në serialin Eşref Rüya që po transmetohet aktualisht edhe në Shqipëri. Një serial ky që ka korrur sukses në të gjithë botën. Aktori Taner Rumeli ka folur për të gjithë eksperiencën e tij në xhirime me dy shenë e famshme, Demet Özdemir dhe Çagataj Ulusoy. I pyetur se si është të punosh me këtë çift në set, ai është shprehur: "Të dy janë persona të mrekullueshëm, por kur bëhen bashk bëjnë zing. Ata bëjnë konflikte gjatë gjithë kohës dhe shumë dubla. Vërtet është shumë e vështirë të punosh me ata të dy. Nuk kam pasur ndonjëherë eksperiencë më të keqe", tregon ai, duke shprehur në një farë mënyre edhe një sinqeritet që rrallëherë e ndeshim në showbizin turk.